Si blokon edhe naftën e Rusisë, atëherë po e dëmton, sepse i bie që ti bllokosh 30% të naftës. Pra 30% është shumë në krahasim me 13%. Pra me 13% e ngandalson, me 30% e dëmton. Po, drejtat. Dhe sërish Amerika mban primatin e asaj që quhet unipolaritet. Po, domethënë jemi përballë një operacioni, jemi në një luftë jo aq pa menduar. Jo, nuk është pa menduar. Ky operacion ka nisur me kohë, pra ka nisur me kohë, ky operacion ka nisur që me sulmin ndaj Irakut. Se qytetarët e shikojnë Trumpin edhe mendojnë se ky bën atëherë do të kemi një parasysh. Trumpi është një sociopat. Por të gjitha këto veprime që po bëhen, nuk mund t'i bënte tjetër përveç se një sociopat. Prandaj Deep State-i, i cili ka marrë në dorë Amerikën që pas vrasjes së Kennedyt. Që me vrasjen e Kennedyt ka marrë në dorë Deep State-i Shtetë Bashkuara të Amerikës, po punon që të mbajë vetëm primatin e unipolaritetit. Pra Amerika të jetë mbreti i kësaj bote dhe askush tjetër, pra mos hyj ky multipolariteti. Dhe por që sot në këtë pikë jemi që të arrish të bësh këto lufta, këto përplasje politike, që ti kthesh aleatët në vasal, pra Evropa ishte aleat dhe tashmë po kthehet koloni, që ti kthesh aleatët në koloni. Të duhet një sociopat që ta bëj këtë. Dhe Deep State e ka zgjedhur këtë sociopatin, pra Trumpi është sociopat, por është sociopati i dur, në kohën e dur, në vendin e dur për Deep State-in, për të arritur ato qëllime politike që i shërben këtij vizioni. Jo aq kaotik se njerëzit që na ndjekin dhe që i ndjekin ngjarjet ndërkombëtare dritan paktën prej disa vitesh e lexojnë këtë si një gjë, si një kaos i çorganizuar. Jo, nuk është kaos i çorganizuar, është një kaos i organizuar, i bërë kastile, i kontrolluar dhe i parapërgatitur. Dhe të gjitha veprimet e Trumpit janë kaotike, janë veprimet e një sociopati, thash, janë veprimet cilat mund t'i bëjë vetëm një sociopat, sepse vetëm një sociopat mund të sulmoj papën. Ja, do dalim. Pra nuk do të jesh sociopat që të sulmon papën. Një njeri me arsye të shtendosh, pavarësisht se mund të jenë shërbim të Deep State-i, nuk mund ta bëj këtë gjë. Sepse nuk e lejon arsye. Po këto thua ti e bën për një qëllim, bën për një qëllim, edhe sulmi ndaj papës. Edhe sulmi ndaj papës është bërë për një qëllim të caktuar. Ose po them për dy qëllime të caktuara. Edhe ai që se duket se hoqi edhe një postim që lidhej me veten që Po jemi te papa. Jemi te papa. Të dy edhe sulmi ndaj papës është bërë për dy qëllime të caktuara totalisht. Dhe këto dy qëllime të caktuara të sulmit ndaj papës janë e para Trumpi po kërkon të krijojë atë skizmën që ndodhi në Anglinë e vitit 1400-1500, kur ndodhi skizma midis ndarjes fetare midis kishës katolike dhe protestante. Aktualisht Trumpi po bën Ky është postimi. Po, aktualisht Trumpi po bën pothuajse të njëjtën gjë, duke sulmuar papën, edhe atëherë papa u sulmua në forma të ndryshme, edhe tashmë papa u sulmua nga presidenti i Amerikës për të bërë skizmën fetare, pra për ta ndarë Shtetin e Amerikës nga katolicizmi papal. Dhe për të bërë fe zyrtare të pashpallur zyrtarisht evangelizmin kristiano-zionist. Sepse Trumpi përket evangelistëve kristiano-zionistë. Kjo është arsye e parë, pra për ta ndarë katolicizmin amerikan nga evangelizmi kristiano-zionist dhe për ta bërë që evangelizmi kristiano-zionist është feja kryesore e amerikanëve, pra s'kemi lidhje me atë. Dhe shikoni, kjo ajo që hoqi, por kjo është shumë interesante. E shihni ato që ngjasin, ai e shihni me brirë atje mbrapa? Po. Ato janë shenjat e këtyre kristiano-zionistëve të Baalit dhe shenjat e djallit që ata paraqesin. Ato mbrapa. Po ajo mbrapa, ajo me krah dhe me brir. Kurse ajo që ka pasur është pa brir tjetra. Dhe është pa krah. Aha. Pra ajo atje tregon shejtanin, tregon dreqin. Pra ky po e zyrtarizon një fe duke ndarë nga katolicizmi, ndërsa e dyta çfarë është? E dyta na sjell te ajo që thash pak më parë, te çështja e negociatave. Pse te çështja e negociatave? Atëherë pse Trumpi nuk do ta pranonte që JD Vance të arrinte një marrëveshje në këto negociata dhe të firmosej nga JD Vance, sepse JD Vance i përket klasës katolike. Pra është katolik. Nuk është evangelist. Shkojmë te papa që shkon shpesh. Është katolik dhe jo evangelist. Dhe Trumpi si evangelist, kristiano-zionist nuk do të pranonte asnjëherë që një katolik të merrte atributet e bërjes së një paqe, sepse automatikisht sa gjane Pshteinit ai aty më se po shikoja regjia edhe një herë atë foton aty. Aha. Po mund të jetë të bërë kastile, nuk ka. Pra, që JD Vance merrte atributet e një paqe, sepse në rast se JD Vance do ta bënte këtë. Atëherë automatikisht kjo do t'i krijonte mundësinë JD Vance që presidenca e ardhshme amerikane t'i kalonte automatikisht këtij. Qartë.
Trumpi nuk ishte interesuar që kjo paqe të arrijë, nuk ishte interesuar që këto marrëveshje të arrijnë në një përfundim, prandaj do t'i prishte këto marrëveshje me gjitha format dhe mënyrat. Dhe nuk do të rajonte J.D. Vance për këtë. Pra, edhe sulmi që është bërë ndaj katolikëve, është bërë ndaj bazës të zëvendës presidentit, zëvendësit të tij, i cili ka ardhur me fitoren baza votuese të janë katolik. Ka bazë votuese katolike drejta? Ka bazë votuese katolike sepse në Amerikë ka bazë votuese katolike dhe të mos harrojmë që presidenti i vetëm demokratik ishte Bashkuar Amerikës, i cili ishte dhe që ishte katolik dhe presidenti i vetëm katolik ishte Kennedy, të cilin edhe këta kristiano-zionistët e vranë. Për këtë arsye e vranë. Dhe për këtë arsye, të njëjtën arsye nuk do të lejojnë që një katolik tjetër të marrë atributet e një personi i cili mund të bëjë paqe dhe të zëvendësoj nesër Trumpin. Pra kjo e ka prapaskenë e vet drejta. Sulmi ndaj papës është me prapaskenë të qëllimshme për këtë arsye. Shumë interesant shpjegimi edhe i mbërthyer si duhet. Ndërkohë Dritana, gjatë shpjegimit të ndoqja kur thej që varet shumë se çfarë do bëj Kina. Absolutisht. Tani, nisur nga ajo që diskutuam, Kina nuk mund të pranojë të paktën që këtë pozicion ku e ka vendosur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ndërkohë kjo është The Economist që thotë kur mos e ndërprit kundërshtarin tënd kur ai po bën një gabim. Po, por unë nuk jam dakord me The Economist për arsye se siç e shpjegova, ky veprim i Amerikës nuk është gabim. Pa ky është një veprim i kalkuluar. Për të arritur këtë projekt që të mbaj unipolaritetin dhe të mbaj fuqinë, dhe jo vetëm unipolaritetin, por tashmë të mbaj fuqinë ekonomike totale në gjithë botën, sepse në rast se gjithë bota do të varet të shkojë të blejë naftë dhe gaz te Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithë industria e botës do të zhvendosë te Shtetet Bashkuara të Amerikës, atë Shtetet Bashkuara të Amerikës bëhen pronari i gjithë botës. Pra, tu nuk kemi të bëjmë me një gabim, pavarësisht se ekonomistët e shef të si gabim. Për mua ky nuk është gabim. Pra, ky është një plan i mirëfillt i bërë me një qëllim të caktuar dhe në këtë moment s'është duke bërë gabim. Pra, kur e shef nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk është gabim. Kur e shef nisur nga mënyrat, është gabim. Ajo që them unë është do ta pranoj sepse prandaj duhet parë se çfarë do veprojë Kina. Ti lësh në dorë një shteti tjetër levat e kontrollit të stabilitetit tënd të brendshëm. Pikërisht kjo ka të bëjë sepse në rastin që ti ke kontrollon sigurinë energjetike, kontrollon sigurinë ekonomike, atëherë ti kontrollon edhe çështjet politike të atij vendi. Po themi pra. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës çka kanë bërë? E kanë lënë Groenlandën për të fundit. Pra në momentin që kjo arrin, pra në rast se do të arrijë dhe Kina nuk do të reagojë, pra në rast se Amerika do të ndalojë anijet amerikane, gjithnjë në rast se do të ndalojë anijet amerikane. Bëhet llafi. Anijet kineze. Anijet kineze, m'falni. Pra Amerika do ndalojë anijet kineze. Dhe Kina nuk do reagojë, nuk do ketë përplasje, atëherë pasi të arrijë, në rast se arrin këtë sukses sajn, atëherë vitin tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta marrin me forcë Groenlandën dhe do ta bëjnë pjesë e Bashkuara të Amerikës. Do shkojmë edhe në mënyrë që të bëjë edhe bllokimin tjetër dhe pastaj nisur nga ky plan i madh që të bëhet edhe ai bllokimi tjetër i Kinës dhe atëherë ose mbetet që Kina të bëjë një luftë vitin tjetër me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose kemi një problem tjetër që e cekëm, pra çështja e fesë, një vend shkon drejt një lufte civile për dy arsye, për arsye sociale dhe për arsye fetare. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë aktualisht në një problem social të madh brenda. Pasi kanë një problem social me emigrantët, kanë një problem social me klasën, me stresin e tyre të mesme dhe me stresin e tyre të madhe. Dhe këtij problemi social po i shtohet edhe problemi fetar, cilin po e shton Trumpi. Pra përplasja midis katolikëve dhe evangjelistëve. Të mos harrojmë që të gjithë refugjatët, pra pothuajse 90%, edhe më shumë, 95% e gjithë refugjatëve të Amerikës Latine që ndodhen në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që përbën një popullsi shumë të madhe, pra sipas Trumpit diku rreth 30-40 milion, janë gjithë katolik. E qartë. Pra kjo mund të na sjellë në një përplasje vitin tjetër ose edhe më herët në një përplasje civile në Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të fesë dhe sociales. Dritan, ndërkohë ka dalë në sipërfaqe edhe një përplasje e mundshme për herë të parë presidenti turk Erdogan ka folur, ka përmendur skenar si të Libis dhe Karabakut ku nënkupton edhe futjen marshimin me trupa drejt Izraelit, pra një luftë drejt për drejt me Izraelin. Pikërisht. Erdoani më në fund ka arritur të kuptojë gabimin që ka bërë dhe që është përdorur si qend pitbull nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Izraeli atë që thash. Pra, në rast se na ndihmon sërish regjia me atë me hartën e gazit dhe të naftës që ishte ajo Levantinia për të shpjeguar pra. Okej, edhe këtu. S'ka rëndësi. Kjo. Pra, Erdoani rrëzoi qeverinë në Siri dhe luftoi Asadin duke i dhënë mundësinë Izraelit që të marrë nën kontroll të gjitha fushat e naftës dhe gazit në detin e Sirisë, komplet në këtë zonën. Po. Për sa kohë ekzistonte Asadi, Izraeli nuk guxonte të merrte këto, nuk mund të merrte këto. Ra Asadi dhe Izraeli vuri atij agentin e vet, Al-Gjolanin,
që është nëpërmjet ti, po okay. Nëpërmjet ti po kontrollon gjithçka këtë. Dhe e para e dyta, po do kontrolloj këtë tjetër, por kryesorja është Siria për Turqinë. Dhe duke ndodhur kjo, tashmë kur po bëhet kjo gjë, dhe kur u krijua ky bordi i Baqës, dhe u pa që bordi i Baqës do të menaxhojë këtë rripin e gazit, këtë pjesën këtu të gazit, atëherë Erdoani e kuptoi që është përdorur. U përdor për interesa izraelite dhe për interesa amerikane, për interesa të këtij kristiano-zionizmit, që tham, të këtij fashizmit izraelito-amerikan. Dhe tashmë ka një gjë. Këtu kemi Çiprën. Kjo është Çipro greke, kjo është Çipro turke. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, Turqia pretendon që kjo pjesë e Çiprës, shihni kjo, Turkish Cypriot claim. Pra, i përket Turqisë, kjo pjesë e Çiprës, pra kjo pjesë e Çiprës turke, i përket Turqisë. Dhe duke qenë se i përket Turqisë, këtu ata pretendojnë që ky bazeni shkon edhe këtu. Pra kam të drejta këtu. Dhe çka ka bërë? Turqia tash i ka nisur prej vjet ndërtimin e 41 anijeve ushtarake. Njëkohësisht ndërtimin e 41 anijeve ushtarake. Para 3 muajsh bëri një stërvitje detare në këtë territor me 125 anije. Me idenë për të bllokuar çdo lloj nafte dhe gazi që del tej. Në dy mënyra. E para, Turqia ka kërcënuar që nuk do të ketë asnjë tubacion nafte dhe gazi që do të dalë këtej pa hyrë Turqia në mes. Nëse mbani mend, marrëveshja që bëri Izrael, Turqi, Greqi. Izrael, Çipro, Greqi. Aksi. Dhe Turqia ka ndërprerë ndërtimin e këtij tubacioni sepse thotë duhet të jem edhe unë pjesë sepse më përket edhe mua. Dhe e dyta ka marrë parasysh që në rast se ti e bllokon dhe nuk ndërton tubacionin e gazit. Atëherë, kjo naftë dhe gaz do të dalë me anije. Atëherë çfarë do bëj? Do të bëj të njëjtën gjë që po bën Shtetet Bashkuara të Amerikës në Hormuz. Pra, të bllokoj, të bëj pirateri në Hormuz, edhe turqit duan të bëjnë pirateri këtu. Ndaj po forcojnë fuqinë e tyre detare dhe raketore. Dhe kanë nisur kanë nisur prodhimin e sasive të mëdha të raketave me rrezë të mesme dhe me rrezë gjatë veprimit të cilat mund të arrijnë Izraelin. Sepse e dinë që në rast se ti do t'i ndalosh një anije që niset me naftë nga Izraeli, atëherë forcat izraelite do ta shoqërojnë dhe do të përplasen me forcat turke. Prandaj përplasja është e pashmangshme me Turqinë dhe për këtë arsye Turqia thotë që ne mund të hyjmë nga Siria nëpërmjet nga Siria të hyjmë me forca ushtarake në Izrael. Dhe këtë bën për dy arsye. Pra, për arsyen e parë sepse tashmë ka kuptuar që është përdorur në mënyrë, është përdorur si leck nga Izraeli dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pastaj është hedhur, pra nuk kanë më nevojë për Turqinë. Okej. Dhe po e bën për të marrë këto kapacitete të naftës dhe gazit që ky pretendon që janë këtu, të cilat ju a ka falur këtyre, dhe tashmë po pretendon të marrin mbrapsht dhe të përfitojë, derisa këta ta fusin në pjesë ose në Siri, ose ta fusin në pjesë të Beirutit, ose në pjesën e Gazës. Pra, në këto të treja kërkon, se në këtë pjesën e Izraelit normalisht që nuk mund ta fuzë Izraeli. Dhe e dyta po e bën për arsye të brendshme politike, për arsye se ka probleme të mëdha politike brendshme. Duke pasur probleme të mëdha politike, atëherë çka ka zgjedhur kartën e nacionalizmit. Dhe nacionalizmin e shoqëruar me islamizëm. Pra, sulmojmë Izraelin sepse ky sulmon Gazën, ndërkohë që gjatë gjithë kohës Erdoani i la mundësi gjatë kohës që Izraeli bënte dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës bënin masakër dhe bënin genocid në Gaza. Turqia i lindet gjithë anijet që vinin me naftë dhe gaz, që të shkonin naftë dhe gaz nga Turqia dhe të shkonte në drejtim të Izraelit. Dritan, e qartë. Pra i duhet patjetër kjo përplasje edhe si narrativ për ta krijuar në kuptimin e luftës politike të brendshme që ka, që të mbështjellë njerëzit rreth flamurit, pra unë jam patrioti, hajdeni ndaj meje, ndërkohë që ky patrioti i shiti edhe Gazën, ky patrioti i shiti edhe Rusin, ky patrioti i shiti edhe muslimanët. Por tashmë është ndodhur pozitë keqe. Edhe Joe Kent, ish shefi i drejtori i antiterrorit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar që një nga arsyet pse po kërkohet largimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës nga NATO është sepse po përgatitet një përplasje e Turqisë me Izraelin në Siri. Ndërkohë, nëse shkojmë tek një përplasje, duhet kemi një gjë parasysh. Pa e mbaruar atë, po ndërpres të kërkoj falje. Çfarë lloj përplasje midis Izraelit dhe Turqisë në Siri nuk ka të bëjë fare me NATO. S'ka të bëjë fare me NATO. S'ka të bëjë fare me NATO dhe NATO nuk ndryn fare. Okej, kështu që vetmja që ka të bëjë me NATO është në rast se Izraeli sulmon bazat ushtarake në Turqi. Vetëm atëherë po. Këtu futen në NATO, sepse atëherë është neni 5 që thotë në rast se sulmohet territore të NATO-s. Siria nuk është territori i NATO-s. Çfarë do lloj përplasje që ndodhi këtu? Nuk hyn NATO sepse s'ka asnjë nen që ta kapi. Dritan, në një skenar të një përplasje, ajo që thot Paremon Erdogani, futje me trupa si në Karabakh edhe në Libi. Sa mundësi ka Turqia, sa e aftër, sa kapacitete ka Turqia që ta bëj këtë në një vend që është gjithashtu i armatosur deri në dhëmb, por që është edhe vend që ka dhe bombën bërthamore. Aktualisht Turqia nuk ka këtë kapacitet të bëj. Nga ana ushtarake të forcave të këmbësorisë, nga ana e këmbësorisë Turqia ka kapacitete, sepse është fuqia më e madhe këmbësore sot për sot në vendet e NATO-s. Pra ka fuqi kapacitete, por ama që ti
të çosh këto forca, pra duhet të çosh këto forca nga Turqia, gjithë të kalojnë gjithë Sirinë dhe të vinë këtu. Pra gjithë ky karavan që do të kalojë, do mbrojtje. E para kërkon mbrojtje me ajër, nga ajri. Turqia nuk i ka kapacitetet e tilla që të japë një mbrojtje masive. Çfarë avionësh ka F-16? Ka F-16, ka F-4, F-5 nuk i ka më, pra nuk është se s'ka avion, por nuk ka në sasi të madhe. Në sasi sa për të bërë këtë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, më falni, Turqia ka nisur, si thash, prodhimin e anijeve detare në mënyrë që duke parashikuar të që nesër ta sulmojë Izraelin edhe nga deti njëkohësisht, ta sulmojë edhe nga toka, pa ta sulmojë edhe nga ajri. Si ta sulmojë nga ajri? Edhe nga deti dhe nga toka dhe nga ajri. Nga ajri do ta sulmojë nëpërmjet raketave dhe për këtë arsye ka që 5 vjet që ka nisur prodhimin e sistemeve të raketave balistike. Pra duke kopjuar Iranin. Çenk, ka disa dhe vjet ka vendosur që të nisi prodhimin me shumicë dhe ka ndërtuar dhe ka vendosur sot, me fjalë, vjet dhe si vjet duhet mbarojnë në fund të këtij viti mbarojnë edhe 4 fabrika të tjera për prodhimin e këtyre raketave. Pra ka shtuar kapacitete për prodhim. Si Irani, por ama i duhet të paktën minimalja 6 deri 7 vjet që të arrijë në një kapacitet atillë që të arrijë të mulë, sepse edhe anijet që kanë nisur, anijet të mëdha luftarake që po prodhon ato 41 anije, duan 5 vjet që të mbarojnë prodhimin e tyre. Pra nuk është se mbarojnë. Pra, prandaj them duhen 6, 7 në mos, pra për të qenë komplet duhet një 10 vjeçar që Turqia të jetë në kapacitetet që ta sulmojë Izraelin nga të tre detit, nga toka, nga ajri dhe nga deti dhe ta bllokojë Izraelin. Përndryshe sot, në rast se hyn sot në një luftë me forca toksore, këto forca toksore nuk do të arrijnë asnjëherë të mbrijnë deri në Izrael, sepse Izraeli ka kapacitetet ajrore të tilla që t'i shkaktojë dëm edhe të gjitha llojet avion dhe ta mbulojë, pra që të mos arrijë, ta bllokojë që të mos vinë këtu. Për këtë arsye duhen sistemi raketor që ta sulmojë me raketa Izraelin, pra ta mbajë gjatë gjithë kohës në goditje, ta sulmojë nga deti me anije, nga të gjitha anët, pra në mënyrë që Izraeli të detyruar të ndajë forcat e tij. Në momentin që ti ndan forcat e tij, kjo është një arritje strategjike, pra ti shkëput mundësinë e forcave të tij. Në rast se ti ja lë forcat e tij, të cilat ti përdorit gjitha këtu, atëherë ti nuk mbrin kurrë këtu. Pra do të vinë nga i duhet minimalja një 10 vjeçar. Pa arritur këtë 10 vjeçar, Turqia nuk ka kapacitete sot që të bëjë një luftë me Izraelin dhe ta fitojë këtë. Për arsye se çfarë do të luftë do bëjmë me Izraelin. Nuk kemi një parasysh që Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta ndihmojnë Izraelin. Po. Ajo nuk ka diskutim se nuk keqin sepse ata e kanë pushtetin, sepse aktualisht ka pothuajse që në vitin 2001 në Shtetet Bashkuara të Amerikës pushtetin e kanë marrë kristiano-zionistët. Dhe kristiano-zionistët janë ata që vendosin presidentë, pra nuk ka shans që tashmë. Dhe këta kristiano-zionistët e kanë gjithë pushtetin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe pushtetin politik. Pra nuk kanë vetëm presidentin, dhe janë ata që vendosin presidentin. Pra askush tjetër nuk mund të vijë në Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk i përket kësaj klase. Dhe çfarë do të presidenti, sot është Trumpi, mbaron Trumpi mes 4 viteve do vi një tjetër i cili do vazhdojë të njëjtat politika. Ndoshta më pak agresive se sa Trumpi, sepse nuk do jetë sociopat si Trumpi, por ama do të vazhdojë të njëjtat politika. Pra nuk do ndryshoj mbështetja e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Izraelit, sepse për këtë arsye Izraeli e ka marrë në dorë këtë gjë, sepse kërkon zgjerimin. Pra, kërkon zgjerimin për këto arsye të naftës dhe gazit që thamë duhet të marrë jugun e Libanit që të kontrollojë gjithë këtë. Pra, duhet të marrë komplet të jugun e Libanit deri këtu, deri te lumi Litani, ta marrë gjithë dhe kjo shkon kështu dhe merr komplet të kontrollin. Sirinë e kontrollon, atëherë Libani mbetet në mes kjo pjesë. Dhe nuk ka ndonjë vlerë të madhe. Kurse gjithë pjesa tjetër i përket Izraelit. Turqia del atje dhe ndërkohë Turqia pretendon që dalë këtu dhe të bllokojë të bëjë të njëjtën pirateri që po pretendon të bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës sot. Por kjo pirateri do ta çojë në një përplasje me Izraelin. Por që të përballojë kësaj përplasje, duhet patjetër të rrisë këto kapacitete ushtarake që të cilat i duhen një 10 vjeçar që të rrisë këto kapacitete ushtarake nesër që të arrijë të fitojë këtë përplasje. Po pse i referohet Libisë Dritan Erdogani? Sepse Libia është ndërmarrë dhe në Libi Erdogani ka çuar forca, po do të thotë ato forca që ka çuar në Libi në favor të asaj qeverisë që i përket Kombeve të Bashkuara, nuk kanë arritur ndonjë sukses të madh, pothuajse kanë dështuar në përplasje me Khalifa Haftarin, i cili mbështetet nga Rusia, dhe kanë bërë një marrëveshje nëpërmjet Rusisë që të dyja këto forca të mos përplasen më. Janë garant. Po është garant Rusia në këtë aspekt dhe nuk ka ndodhur një përplasje, por në realitet Khalifa Haftari kishte më shumë kapacitete ushtarake dhe me ndryrën e Rusisë Khalifa Haftari e bëri një tentativë për marrjen e kryeqytetit Tripoli që mbrohet nga forcat turke, dështoi herën e parë, po herën e dytë nuk do dështonte, por ishte ndërhyrja e Rusisë e cila ndaloi këtë sulm dhe në marrëveshje me Turqinë nuk po sulmojnë me njëra tjetrën. Dritan, më shumë se sa dakord jam që tani Erdogan mund ta ketë kuptuar, po ka qenë edhe Izraeli gjatë gjithë kohës shumë agresiv në raport me atë që pas Turqisë, pas Iranit radhën e ka Turqia. Pra, është kjo edhe një mënyrë për t'i dhënë një mesazh Izraelit? Jo, unë nuk mendoj se është mënyrë për t'i dhënë mesazh Izraelit, për arsye se Izraeli e ka nisur këtë rrugë,
pra përmarrjen e këtij kontrolli të këtyre burimeve të naftës dhe gazit. Dhe aktualisht i kontrollon, pra do të fillojnë, e ka bërë marrëveshje në dhjetor të vitit 2025, bëri marrëveshje me Chevronin për çmim dhe gaz në Siri, në ujërat e Sirisë. Dhe kjo e nxori jashtë Turqinë, pra kjo i dha Turqisë atë që të kuptonte më në fund Erdoganit që s'është pjesë e kësaj loje, pra e kanë përdorur dhe nuk po e fuzin më pjesë, sepse pretendonte të hynte në pjesë në këtë territor, sepse ky lorëzoi Asadin dhe këta tashmë nuk e përdoren më. Dhe këtu nuk ndodhi ajo që thonë Shqipëri, kalova lumin 10 shakalin, jo. Këta e përdorën, përveç që kaluan, e përdoren edhe për të fshirë këmbët. Dritan, ndërkohë projekti konservator, antisorosist, ka marrë një goditje për sa i përket të zgjedhjeve që ndodhen në Hungari. Të paktën kështu lexohet dhe unë do ta parashtroj siç dua që dhe ata që na dëgjojnë ta kuptojnë atë që po themi. Çfarë ka ndodhur në Hungari? Hungaria ishte vendi vetëm sovran në Bashkimin Evropian. Humbi sovranizmi, qytetarët hungarez ranë në kurthin e tyre, ranë në kurthin e urrejtjes. Urrejtja është një kurth shumë i madh. Për këtë arsye njerëzit nuk duhet të urrejnë, pra mund të mos e duash dikë, por nuk duhet ta urresh. Në rast se urrejtja ka një kurth i cili nuk mund të dalësh dhe të çon në vetëdëmtim. Errëson arsyen. Absolutisht, errëson arsyen, jam dakord me juve, dhe duke të errësuar arsyen ti bën gabime të cilat i paguan rënd. Dhe një nga ato gabime është kjo, pra qytetarët hungarez duke urryer veprimtarinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës tashmë dhe të Izraelit ndaj Gazës dhe ndaj asaj që po ndodh në Iran, vendosën të votojnë kundra Viktor Orbanit, për arsye se Trumpi ishte mbështetësi kryesor i Viktor Orbanit dhe çoi edhe J.D. Vance-in për fushat atje. Dhe votuan kundër Viktor Orbanit me mendimin se do ta ndëshkonin, por aktualisht vran sovranitetin e tyre. Sepse tash e sollën një person i cili është totalisht në varësi të Bashkimit Evropian, është një person i cili është mbështetur dhe mbështetet nga OJQ-t e Bashkimit Evropian. Dhe pavarësisht asaj retorikës të parë që do t'i qëndrojë atyre qëndrime që ka mbajtur qeveria e Orbanit, unë mendoj që nuk do t'i qëndrojë për arsye se do po shoh entuziazmin e madh të Sorosit, të entuziazmin e madh të von der Leyen, entuziazmin e madh të Hillary Clinton, të cilët më së fundi dhe sidomos të këtyre sorosianëve, të cilët kishin 16 vite që nuk hynin në Hungari. Prandaj me hyrjen e tyre ka rënë edhe sovraniteti i fundit. Prandaj urrejtja që ata patën për veprimtarinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës i çoi në këtë gabim politik, duke votuar kundërshtarin e Orbanit, gabim të cilin do ta kuptojmë pas 4 viteve, njëjtë siç e kuptuan çekët, të cilët votuan para 4 viteve, pra një president që ishte erdhi me të njëjtat ide, por u tregua totalisht pro-europian dhe pastaj pas 4 viteve detyruan që votuan një tjetër që ishte kundër luftës në Ukrainë dhe kundër tjera. Por ama 4 vite humbën sovranitetin. Edhe këta do të humbasin sovranitetin, të cilin e kishte ndërtuar Orbani me lidhjet e tij, pra duke shfrytzuar miqësitë e tij me Rusinë, duke shfrytzuar miqësitë e tij me Kinën, pavarësisht se shumë kush mund të thotë që kishte futur Kinën në Evropë, kishte po fusë Rusinë në Evropë. Çdo gjë po e bënte për nevojat të sovranizmit dhe të mbijetesës të popullit hungarez. Pra çdo gjë që bëhet në të mirë të popullit tënd, pavarësisht se nga ti e merr atë, nuk ka rëndësi, ata që duhet të japin ngjyrime politike mbijetesës të popullit të tyre, ata janë në shërbim të interesave të huaja në dëm të popullit të tyre. Kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë. Prandaj them që vendi i fundit sovran në Evropë humbi dhe ra. Çfarë do thotë kjo Dritan për projekte të tjera brenda Europës që mbështeten nga administrata Trump? Aktualisht Evropa, siç thash, po kthehet përveç një koloni, pra nga aleat po kthehet në koloni energjetike, dhe duke qenë se po kthehet në ekonomi energjetike, kolonia mund përdoret për çfarë të duash, dhe koloninë nesër do ta përdorin për të sulmuar Rusinë, sepse vazhdon të jetë projekti, duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do ta sulmojnë Rusinë direkt, pasi janë të angazhuar në anën detare për të mbuluar Kinën, pra ta mbulojnë nga ana detare, atëherë ata nuk mund të angazhojnë forcat e tyre ushtarake mbi Rusinë, por për këtë gjë do të përdorin në të ardhmen Evropën, cilën tashmë e kanë bërë koloni, dhe Evropa, cila ishte Hungaria e vetme e cila pengonte vendimet në Bashkimin Evropian, vendimet pro Ukrainës, vendimet për financimin e Ukrainës, vendimet për dhënien e armatimit në Ukrainë, vendimet për kalimin e armatimit nga Hungaria, sepse deri më dje Hungaria ishte pengesë dhe nga Hungaria nuk kalonte asgjë në drejtim të Ukrainës.
Pra kishte vetëm një kalim vetëm nga Polonia, automatikisht ata do ta fusin Evropën në këtë luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Evropa ka nisur aktualisht të përgatitet për këtë gjë, pra kjo është një përgatitje sepse të gjitha vendet e Evropës, pra duke nisur Gjermania e gjithë të tjerat, kanë futur në shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Dhe biles Gjermania para një muaji ka nxjerrë edhe një vendim që asnjë qytetar i cili është në moshë për të bërë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, pra deri në moshën 47 vjeç ata kanë përcaktuar shërbimin e detyrueshëm ushtarak, nuk mund të largohet nga Gjermania më shumë se 3 muaj pa dhënë adresën se ku do shkojë, pa ditur se ku do, pa marrë leje. Pra nuk mund të dalësh. Ka dalë si projekt ligj, nuk është miratuar dritan se kam një mikun tim i cili më tha që kam nga pasaporta vetëm për shkak kësaj. Po, sepse po miratohet si projekt, është hedhur si projekt ligj dhe në momentin që miratohet atëherë kjo do të thotë që po përgatitet për një luftë me Rusinë, pra vazhdon projekti amerikan për të futur gjithë botën në luftë dhe këta të jenë kontrolli nga jashtë. Pra, gjithë bota do të jetë në një kafaz dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do jenë majmuni mbi kafaz. Ka qenë gjithmonë për perandorit kjo, po gjithsesi Dritan, a ka humbur Serbia një aleat me humbjen e Viktor Orbanit? Jo, nuk ka humbur një aleat me humbjen e Viktor Orbanit.